Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot kam sjell një tjetër recetë që mund ta përgatisni për drek ose për darkë, duke përdorur vetëm patate dhe mish pule. Është një recetë shumë e thjeshtë, shumë praktike, por në fund fare del shumë e shijshme. Siç e thash edhe në fillim, ju duhen pak përbërës dhe pak minuta për ta përgatitur këtë recetë. Mund ta përgatisni për drek ose edhe për darkë, ose edhe nëse keni mysafir në shtëpinë tuaj, pasi me të vërtetë do ta pëlqejnë shumë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Ajo që do të bëjmë në fillim është përgatitja e mishit të pulës. Unë në këtë rast kam përdorur 3 kofsha të mëdha pule, por nëse doni ju mund të përdorni cilado pjesë të pulës që keni dëshirë. Mund të përdorni edhe pjesë të tjera të mishit të pulës, siç janë kofshët, krahët apo edhe pjesë nga kraharori i pulës. Dhe në fillim do të bëjmë marinimin e mishit të pulës. Marinimin e mishit të pulës mund ta bëni sipas dëshirës dhe duke përdorur erëzat që keni dëshirë. Unë kam përdorur pak piper të kuq, pak piper të zi, pak rigon, lëngun e një limoni, kam përdorur krip, i kam shtuar mishit të pulës edhe pak vaj. Nëse doni, kësaj recete mund t'i shtoni edhe hudhra, si të keni dëshirë, dhe mund të shtoni edhe erëza të tjera nëse doni. Dhe tani do të fillojmë të marinojmë mishin e pulës, duke i trazuar mirë erëzat me mishin e pulës, në mënyrë që mishi të marinohet mirë në të gjitha pjesët. E marinojmë mishin e pulës dhe kur mishin e keni gati, tani do ta pjekim. Për pjekjen e mishit të pulës, ju mund ta piqni në një tavë dhe mund ta fusni direkt në furrë. Unë në këtë rast mishin e pulës e kam pjekur te kjo pajisja që gatuan me ajër, por ju jeni të lirë që mishin ta piqni ashtu siç e piqni gjithmonë. Dhe ndërkohë që mishi piqet, ne do të përgatisim patatet. Patatet thjesht do t'i lajmë dhe do t'i vendosim për të zier. Dhe mund të zgjidhni sa patate të keni dëshirë, duke u përshtatur edhe numrit të anëtarëve që jeni në familjen tuaj. Patatet i vendosim për të zier dhe ndërkohë kemi edhe mishin e pulës që piqet në furrë. Dhe në fund fare, kur mishin e pulës e kemi gati, tani edhe patatet janë zier, tani do të bëjmë thjesht përfundimin e recetës. Në këtë rast do të bëjmë shtypjen e patateve ose kthimin e tyre në pure. Në fillim patatet i qorojmë nga lëkura dhe më pas i hedhim në një tas dhe aty ushtojmë pak krip. Po të doni mund të shtoni edhe pak rigon, si të keni dëshirë, dhe ushtojmë edhe pak piper të zi dhe më pas fillojmë shtypjen e patateve. Mund ta bëni këtë proces duke përdorur një pirun ose një pajisje të posaçme për shtypjen e patateve. Edhe kur mendoni që patatet janë shtypur ashtu siç duhet, tani në tas do të shtojmë edhe rreth 1 gotë e gjysmë me qumësht. Gota në këtë rast është gotë 180 ml. Qumshtin e shtojmë pjesë-pjesë dhe duke shtuar qumshtin, duke vazhduar shtypjen e patateve dhe kthimin e tyre në një pure. Procesin e shikoni edhe me video dhe në fund fare, kur mendoni që pureja është gati, tani thjesht puren e hedhim në një tepsi, e nivelojmë mirë. Dhe si për pures do të vendosim mishin e pulës që kemi pjekur. E sistemojmë mirë edhe mishin e pulës. Dhe tani do të përfundojmë recetën duke skuqur pak gjalp. Kjo pjesë është totalisht në dëshirën tuaj, po të doni mund të mos e bëni fare këtë gjë.
por unë mendoj që gjalpi i skuqur i jep një shije shumë të mirë kësaj recete. Pra do të skuqim rreth 1 lugë gjelle me gjalp, po të doni mund të shtoni edhe pak hudhra gjalpit. Gjithashtu do të shtojmë pak piper të kuq. Tani tek gjalpi do të shtojmë edhe lëngun e mishit të pulës, i cili na ka tepruar nga pjekja e mishit të pulës. Dhe tani të gjithë masën ja hedhim puresë patateve sipër. Dhe pas kësaj pjese, recetën e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Si që pat edhe ju vetë, receta u përgatit fare kollaj, me fare pak përbërës, por ditë ju them që në fund fare ka një shije fantastike. Mund ta përgatisni për drek ose edhe për darkë, sa herë që keni mish në shtëpinë tuaj, dhe jam e sigurt që këtë recetë nuk do ta ndërroni asnjëherë. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.